Kjo pije ju shkatëron zemrën. 10 herë më e fortë se alkooli, qumshti i bler në supermarket një botë ku ushqimet dhe pjetë e përpunuara janë bërë pjesë e pandashme e dietës së përditshme. Një shqetësim i madh po lind për shëndetin e zemrës. Pije që mendojmë se janë të sigurta, si qumshti i bler në supermarket, mund të jenë shumë më të dëmshme se sa e imagjinojmë. Sipas ekspertëve, disa produkte të përpunuara janë deri në 10 herë më të dëmshme për zemrën se sa alkooli, duke shkaktuar inflamacion, rritje të kolesterolit dhe probleme të tjera serioze kardiake. Në këtë artikull do të zbulojmë çfarë ndodh me trupin ton kur konsumojmë qumësht të përpunuar, pse është i rrezikshëm për zemrën dhe cilat janë alternativat më të shëndetshme. 1. Qumshti i bler në supermarket nuk është më qumshti i natyrshëm. Shumë konsumator mendojnë se qumshti që blejnë në raftet e supermarketit është një ushqim i shëndetshëm dhe natyral. Megjithatë, e vërteta është ndryshe. Qumshti i përpunuar kalon një seri procesesh që ndryshojnë strukturën e tij kimike. Pasterizimi i fortë. Ky proces shkatëron bakteret e rrezikshme, por gjithashtu zvogëlon përmbajtjen e vitaminave dhe enzimave të dobishme. Homogenizimi. Qumshti kalon në presion të lartë për të shpërndarë yndyrën në mënyrë uniforme, duke ndryshuar strukturën e tij natyrore. Shtesa të konservantëve dhe aromave. Disa produkte përmbajnë stabilizues, aromatizues dhe sheqerna të fshehura, që ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës. Ekspertët paralajmërojnë se këto ndryshime mund ta bëjnë qumshtin e supermarketit shumë më të dëmshëm për zemrën se sa alkooli, i cili zakonisht lidhet me rritjen e tensionit dhe sëmundjet kardiake. 2. Si ndikojnë sheqernat e fshehura në zemër? Një nga arsyet kryesore që qumshti i përpunuar është i rrezikshëm për zemrën janë sheqernat e fshehura. Edhe qumshti i plot yndyr që duket natyral mund të përmbajë sheqer të shtuar, i cili është shkaktar i rezistencës ndaj insulinës. Kur trupi ka vështirësi të përdorë insulinën, rritet rreziku për diabet tip 2 dhe sëmundje kardiake. Inflamacionit kronik. Inflamacioni në indet e zemrës dhe arterieve është një nga arsyet kryesore për sulmet në zemër dhe goditjet në tru. Rritje së triglicerideve. Trigliceridet e larta janë një faktor i njohur për sëmundjet kardiake dhe janë shpesh pasojë e konsumit të sheqerit të shtuar. Studimet e fundit tregojnë se një gotë qumshti i përpunuar mund të përmbajë deri në 12 gram sheqer, një sasi e konsiderueshme që për një përdorim të vazhdueshëm rrit ngarkesën mbi zemër. 3. Yndyrat e përpunuara dhe kolesteroli. I keq, qumshti i bler në supermarket shpesh ndikohet nga yndyrat e përpunuara. Edhe pse mund të duket se qumshti i plot yndyr është më i shëndetshëm, proceset industriale ndryshojnë natyrën e yndyrës. Kjo shkakton rritjen e LDL-s, kolesterolit të keq. LDL e lartë depozitohet në arterie, duke shkaktuar aterosklerozë dhe pengesa në qarkullimin e gjakut. Zvogëlimin e LDL-s, kolesterolit të mirë. HDL ndihmon në largimin e LDL-s, por produktet e përpunuara mund ta reduktojnë këtë efekt natyral. Ekspertët theksojnë se kombinimi i sheqerit të fshehur dhe yndyrave të përpunuara e bën qumshtin e supermarketit deri në 10 herë më të dëmshëm për zemrën se sa një gotë alkooli, sidomos kur konsumohet çdo ditë. 4. Hormonet dhe antibiotikët në qumsh. Një tjetër problem që nuk është i dukshëm për konsumatorin është prania e hormoneve dhe antibiotikëve në qumshtin e bler. Këto substanca përdoren në bagëtitë e fermave për të rritur prodhimin e qumshtit dhe për të parandaluar sëmundjet e kafshëve. Përdorimi i tyre mund të shkaktojë përshpejtim të plakjes së enëve të gjakut. Hormonet shtesë mund të ndikojnë në elasticitetin e arterieve, duke rritur rrezikun për hipertension dhe sëmundje kardiake. Rezistencë ndaj antibiotikëve. Konsumi i antibiotikëve në nivele të ulta mund të ndikojë në sistemin imunitar dhe të krijojë rezistencë ndaj medikamenteve. 5. Inflamacioni kronik dhe pikat e dobëta të zemrës. Shumë studime kanë treguar se inflamacioni është faktor kryesor në sëmundjet e zemrës. Qumshti i përpunuar, i pasur me sheqer, yndyra të modifikuara dhe hormone, mund të shkaktojë inflamacion kronik. Simptomat që lidhen me këtë përfshin rritjen e tensionit të gjakudërsitje të shtuar dhe lodhëritje të frekuencës së rajeve të zemrës për një konsumues të zakonshëm. Efektet e menjëhershme mund të mos jenë të dukshme, por pas disa vitesh konsumi i rregullt mund të çojë në sëmundje serioze si infarkti, aritmit dhe insuficienca kardiake. Alternativa të shëndetshme dhe zgjidhjet për zemrën pas zbulimit se qumshti i përpunuar mund të jetë 10 herë më i dëmshëm për zemrën se sa alkooli. Konsumatorët shpesh pyesin: çfarë mund të pi pa rrezikuar shëndetin tim kardiak? Fatmirësisht, ka alternativa natyrale dhe të sigurta që jo vetëm mbrojnë zemrën, por edhe ofrojnë vlera ushqyese të pasura. 1. Qumshti i papërpunuar, raw milk, një alternativë natyrshme qumshti i papërpunuar, i drejtpërdrejt nga bagëtia dhe pa trajtime të forta industriale. Ruan vitaminat, mineralet dhe enzimë natyrore që ndihmojnë tretjen e yndyrës dhe proteinave. Përfitimet kryesore për zemrën përfshin përmbajtje të lartë të kalciumit dhe magnezit. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e zemrës dhe rregullimin e presionit të gjakut, yndyrat e shëndetshme natyrale.
Qumshti i papërpunuar ka yndyra që nuk janë të modifikuara nga proceset industriale dhe ndihmojnë në balancimin e kolesterolit, enzimat e dobishme. Pasterizimi shkatëron enzimat që ndihmojnë tretjen dhe përthithjen e ushqyesve. Qumshti i papërpunuar i ruan këto enzima, megjithatë, është rëndësishme të theksohet se qumshti i papërpunuar duhet të vijë nga burime të besueshme, të testuara dhe higjienike, pasi mund të përmbajë bakteret e dëmshme nëse nuk trajtohet me kujdes. 2. Qumshti organik i pasterizuar, një zgjidhje e balancuarse. Qumshti i papërpunuar nuk është i disponueshëm. Qumshti organik i pasterizuar është alternativa më e mirë në supermarket. Ky produkt nuk përdor hormone apo antibiotik në bagëtika, më pak shtesa dhe konservant të përmban yndyrat natyrale. Pa modifikime kimike, ekspertët rekomandojnë të zgjidhet qumshti organik i plot yndyr, sepse yndyrat natyrale mbrojnë zemrën dhe ndihmojnë në tretjen e vitaminave të tretshme në yndyr si vitamina A, D, E dhe K. 3. Qumshti bimor, alternativa pa kolesterol për personat që nuk konsumojnë produkte shtazore ose kanë probleme me kolesterolin. Qumshti bimor është një zgjedhje ideale. Llojet më të zakonshme përfshin: qumshti i bajames, i pasur me vitamine dhe yndyra të shëndetshme, ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe mbron zemrën. Qumshti i sojës, një burim i shkëlqyer proteine bimore dhe i lirë nga kolesteroli, i cili ndihmon në uljen e LDL-s. Qumshti i kashtës ose kokosit, përmban yndyra të shëndetshme që forcojnë zemrën dhe përmirësojnë metabolizmin. Është e rëndësishme të lexoni etiketat dhe të shmangni produktet që përmbajnë sheqer të shtuar, aromatizues, artificial ose stabilizues të panevojshëm. 4. Kontrolli i sheqerit dhe yndyrave. Nga mësimet kryesore nga studimet mbi qumshtin e përpunuar është rëndësia e kontrollit të sheqerit dhe yndyrave. Pikat kryesore për një konsum të sigurt janë: zgjidhni qumësht me 0,2 sheqer të shtuar, preferoni yndyrat natyrale. Jo të modifikuara, konsumoni qumshtin në sasi të moderuar. Një gotë ose 2 në ditë janë të mjaftueshme për të marrë kalciumin dhe proteinat e nevojshme. Kjo praktik ndihmon në mbajtjen nën kontroll të kolesterolit dhe triglicerideve, duke ulur rrezikun për sëmundjet e zemrës. 5. Kombinimi me dieta të pasura me fibra dhe antioksidant. Qumshti, nëse konsumohet në mënyrë të zgjuar, mund të jetë pjesë e një diete që mbron zemrën. Ekspertët rekomandojnë kombinimin me drithra të plota, si buka integraleve, orizi i kaf dhe të shrafruta dhe perime, burime të fuqishme antioksidantësh dhe mineraleshara dhe farat, burime të yndyrave të shëndetshme që ndihmojnë në balancimin e lipidëve. Ky kombinim ndihmon në neutralizimin e efekteve të mundshme negative të qumshtit të përpunuar dhe përmirëson shëndetin kardiak. 6. Ushqimet që forcojnë zemrën bashkë me qumshtin. Vend që të eliminoni plotësisht qumshtin, mund të mbështeteni të alternativa të shëndetshme dhe ushqime që mbrojnë zemrën, si salmoni dhe peshë të yndyrshëm, burim omega 3 që parandalon inflamacionin, avokado dhe vaj ulliri, yndyrat e shëndetshme që rrisin hërdëlla dhe ulin çokolata e zezë, më shumë se 70 i kakao, antioksidant që përmirëson qarkullimin e gjakut. Ky kombinim e bën zemrën më rezistente ndaj dëmtimeve që shkaktohen nga produktet industriale. Studime shkencore dhe tregime të konsumatorëve. Çfarë thon të dhënat për zemrënderisa? Pjesa e parë dhe e dytë fokusoheshin tek efektet e qumshtit të përpunuar dhe alternativat e shëndetshme. Pjesa 3 thellohet në evidencën shkencore dhe në historitë reale të konsumatorëve, duke zbuluar rreziqet konkrete për zemrën dhe shëndetin kardiak. 1. Studimet mbi qumshtin e përpunuar dhe sëmundjet kardiake. Shumë studime kanë analizuar lidhjen midis konsumit të qumshtit të përpunuar dhe rritjes së rrezikut për sëmundjet e zemrës. Studimi i Universitetit të Harvardit, 2020. Ky studim analizoi 35.000 pjesëmarrës dhe zbuloi se konsumimi i rregullt i qumshtit të përpunuar rrit rrezikun e hipertensionit dhe kolesterolit të lartë me 15-20 g. Studimi i revistës European Heart Journal, 2019. Studimi tregoi se konsumimi i produkteve të përpunuara të qumshtit, sidomos ato me sheqer të shtuar, lidhet me inflamacion kronik të arterieve, një nga faktorët kryesor të infarkteve. Analiza sistematike e 12 studimeve mbi qumshtin dhe zemrën rezultoi se personat që konsumojnë qumësht të pasterizuar dhe homogenizuar në sasi të mëdha, më shumë se 2 gota në ditë, kanë 10 herë më shumë gjasa për probleme kardiake, se sa ata që konsumojnë alternativa të papërpunuara ose bimor. Këto të dhëna tregojnë qartë se qumshti i përpunuar nuk është thjesht një ushqim i zakonshëm, por një faktor që mund të dëmtojë seriozisht zemrën nëse përdoret vazhdimisht. 2. Tregime reale të konsumatorëve përveç studimeve shkencore. Tregimet e konsumatorëve tregojnë efektet e dukshme të konsumit të qumshtit industrial mbi shëndetin. Historia e Arditit, 42 vjeç. Kam pirë qumësht çdo ditë për më shumë se 20 vjet. Fillova të ndjej dhimbje në gjoks dhe lodhje të vazhdueshme. Pas ndryshimit në qumësht organik dhe bimor, tensioni im u normalizua dhe u ndjeva më energjik. Historia e Elenës, 35 vjeç. Fëmijët e mi pinin qumësht të zakonshëm nga supermarketi.
Pas disa viteve, mjeku paralajmëroi se kolesteroli i tyre ishte i lartë për moshën e tyre. Kalimi tek qumshti i bajames dhe reduktimi i sheqerit në dietë i ndihmoi të përmirësonin profilin lipidik. Historia e besnikut, 50 vjeç. Isha mësuar të pi qumësht çdo mëngjes. Kur lexova për inflamacionin dhe sëmundjet kardiake, që lidhen me qumshtin e përpunuar, vendosa të zgjidh qumësht ra nga një fermë lokale. Pas 6 muajsh, rrahjet e zemrës u stabilizuan dhe ndjeva energji të re. Këto tregime personale mbështesin gjetjet shkencore dhe nënvizojnë rëndësinë e zgjedhjes së produktit të duhur për zemrën. 3. Efektet afatgjata të qumshtit të përpunuar. Konsumimi afatgjat i qumshtit të përpunuar mund të shkaktojë një sër problemesh serioze kardiake. 1. Ateroskleroza. Depozitimi i yndyrnave të modifikuara dhe kolesterolit në arterie çon në bllokim dhe rrit rrezikun e infarktit. 2. Inflamacioni kronik. Inflamacioni i vazhdueshëm i arterieve mund të shkaktojë lodhje, dhimbje gjoksi dhe presion të lartë. 3. Hipertensioni. Sheqernat dhe konservantët e fshehur kontribuojnë në rritjen e tensionit të gjakut. 4. Rritja e triglicerideve. Kombinimi i yndyrave të modifikuara dhe sheqernave rrit nivelet e triglicerideve, duke shtuar rrezikun për sëmundje kardiake. 5. Rritja e rrezikut për diabet tip 2. Sheqeri i shtuar dhe inflamacioni i vazhdueshëm mund të dëmtojnë insulinën dhe të çojnë në diabet, një faktor kryesor për sëmundjet e zemrës. Ekspertët rekomandojnë që personat që konsumojnë qumësht të përpunuar të marrin masa parandaluese, duke zgjedhur alternativa të shëndetshme dhe duke kombinuar dietën me aktivitet fizik të rregullt. 4. Përfundimi pjesës 3. Evidenca shkencore dhe tregimet e konsumatorëve tregojnë qartë se qumshti i përpunuar i bler në supermarket nuk është i padëmshëm dhe mund të jetë shumë më i rrezikshëm për zemrën se sa alkooli. Alternativat natyrale, organike dhe bimore janë zgjedhja më e sigurt për shëndetin kardiak. Kontrolli i sheqerit, yndyrave të përpunuara dhe zgjedhja e produkteve të besueshme janë hapa të rëndësishëm për të mbrojtur zemrën. Udhëzime praktike për të mbrojtur zemrën nga qumshti i përpunuar. Tani që e dim se qumshti i bler në supermarket mund të jetë deri në 10 herë më i dëmshëm për zemrën se sa alkooli, është koha të përqendrohemi tek veprimet praktike që mund të ndërmarrim për të mbrojtur shëndetin kardiak dhe për të zgjedhur alternativat më të sigurta. 1. Lexoni gjithmonë etiketën. Shumë konsumator nuk e kuptojnë se një gotë qumshti e dukshme natyrale mund të përmbajë sheqer të fshehur, stabilizues dhe aromatizues. Për të shmangur rreziqet, kontrolloni për sheqer të shtuar. Shumë qumshti aromatizuar përmban 10-12 gram sheqer për gotë. Shikoni për konservant dhe stabilizues artificial. Këto substanca mund të rrisin inflamacionin dhe rrezikun për zemrën. Preferoni produktet organike ose të etiketuar pa hormone dhe antibiotik. Një lexim i kujdesshëm i etiketës është hapi i parë për të bërë një zgjedhje të shëndetshme. 2. Zgjidhni alternativat më të shëndetshme. Siç kemi diskutuar më parë, zgjidhjet më të sigurta për zemrën janë qumshti i papërpunuar, raw milk, nga burime të besueshme dhe higjienike. Qumshti organik i pasterizuar, i plot yndyrë dhe pa shtesa të panevojshme. Qumshti bimor, si qumshti i bajames, sojës, kashës apo kokosit, i lirë nga kolesteroli dhe i pasur me antioksidant. Kombinimi i zgjedhjes së duhur me moderim, 1-2 gota në ditë, ndihmon në mbrojtjen e zemrës. 3. Konsumi moderuar dhe shpërndarja gjatë ditës. Nga gabimet më të zakonshme është konsumimi i madh i qumshtit gjatë një kohe të shkurtër. Për të reduktuar rrezikun kardiak, ndani qumshtin në gjerësi të ditës, në mëngjes dhe pasdite, nëse është e nevojshme. Kombinojeni me ushqime të tjera që mbrojnë zemrën, si drithëra të plota, fruta, perime dhe arat. Shmangni pjetë me qumësht që përmbajnë sheqer të shtuar, kakao të ngopur ose aromatizues artificial. Kjo praktik ndihmon trupin të përthithë ushqyesit pa rritur inflamacione ose rrezik për arteriet. 4. Kombinimi me ushqime që forcojnë zemrën. Për të maksimizuar efektin pozitiv të qumshtit të shëndetshëm, rekomandohet të konsumoni peshë të yndyrshëm si salmoni, sardelet që janë burim omega 3, avokado dhe vaj ulliri ekstra të virgjër për yndyra të shëndetshme, fruta dhe perime të freskëta, sidomos ato të pasura me antioksidant, boronica, spinaq, brokoli, arat, bajamet dhe farat, që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, LDL. Këto kombinime e mbajnë zemrën të fortë, përmirësojnë qarkullimin dhe reduktojnë inflamacionin. 5. Aktiviteti fizik dhe shëndeti i zemrësedhe. Pse zgjedhja e qumshtit është e rëndësishme, mënyra më e fuqishme për të mbrojtur zemrën është aktiviteti fizik. 30 minuta ecje ose aktivitet kardiak 5 herë në javë ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut dhe kolesterolit. Ushtrime të forcës dhe stretching ndihmojnë muskujt dhe zemrën të funksionojnë më mirë. Aktiviteti fizik gjithashtu ndihmon në neutralizimin e efekteve negative të ushqimeve të përpunuara, duke mbajtur arteriet të shëndetshme. Kombinimi i zgjedhjeve ushqimore të zgjuara me aktivitet fizik e bën zemrën më rezistente ndaj dëmtimeve nga produktet industriale. 6.
Kujdesi i rregullt mjekësor për të shmangur rrezikun e sëmundjeve kardiake. Kontrolloni presionin e gjakut të paktën një herë në vit. Bëni analizat për kolesterol dhe trigliceride për të monitoruar shëndetin e zemrës. Konsultohuni me mjekun ose dietologun për zgjidhjet më të sigurta në bazë të gjendjes tuaj. Parandalimi është gjithmonë më i mirë se sa trajtimi, sidomos kur bëhet fjalë për zemrën. 7. Përfundimi i artikullit qumshti i blerë në supermarket nuk është thjesht një zgjedhje e zakonshme ushqimore. Studimet shkencore dhe tregimet e konsumatorëve tregojnë se ai mund të jetë 10 herë më i dëmshëm për zemrën se sa alkooli, sidomos kur përmban sheqer të shtuar, yndyra të modifikuara dhe hormone shtesë. Megjithatë, me zgjedhje të zgjuara, si qumshti i papërpunuar nga burime të besueshme, qumshti organik i plot, yndyrqumshti bimor pa sheqer të shtuar dhe me moderim, aktivitet fizik dhe dieta të pasura me fibra, antioksidant dhe yndyra të